Zoti Rama i kishte ndarë deputetët dhe nuk i lejonte të bënin kandidatët të bënin fushate zone tjetra. Po kjo është vetëm çështë fushate, ne po flasim për çështjet si përgjihet nesër. Dakor, sepse ka krauti zoti Rama nga lista hapur nxorri më shumë kandidatë, se me atë sistem do nxirrte më shumë ai deputet. Pra mund të shpërndaj më shumë. Po te nxorri vetëm një. Tash ti ky një, a ja del dot me mbuluj gjithë zonën se ka marr vota gjithandej personale, me drejt njerëzit të kërkojnë. Si është e mundshme kjo? Nuk është e mundshme. Njerëzit e di shumë mirë se ku është problematika. Dhe nga krau tjetër, një 30 vjeçar, ku e ka parë ndonjëherë sistem mazhoritar? Ku e ka ndier aromën, shihen që ka një sistem mazhoritar? S'ka kuptuar kurrë, nuk e din. Është i larguar. Është automatikisht i larguar nga politika, avash avash, jo të gjithë, po shumica. Po të shihni ju të rinjt, nuk marrin pjesë në jetën politike. Është shumë e vështirë dhe të vinë të votojnë. Dhe kjo ka ndruar sepse ata s'kuptohet mirë se çfarë po votojnë. Pra, dakor, votojmë tu, por kush fiton? Nuk është e qartë. Prandaj do qartësi politike. Do qartësi, do qëndrueshmëri dhe do një kontratë sociale ndërmjet zgjedhësve dhe të zgjedhur. Ky është elementi. Për pyetjen që u mbët, a kthesh dot, nuk kthesh dot direkt mazhoritar. Unë e përqej atë sistem se është përgjegjës direkt ndaj njerëzve. Po me fallësimin e sistemit kaq larg sa ka shkuar ky pendulumi, ky lavjersi, tashti ne jemi në procesin e kthimit. Ndoshta sistemi elektoral i Kosovës është një sistem elektoral që neve duhet ta studiojmë se mund të jetë më i mirë për Shqipërinë. Patjetër jo në nivelet më specifike, do të thënë specifika, po do të thotë sistem proporcional kombëtar me më shumë se një zgjedhje preferenciale. Pse ju them unë më shumë se një zgjedhje? Sepse ju e dini se kjo është shqetësimi edhe për mazhoritarin që do vi dikush i lidhur me krimin, do vi dikush i lidhur me paran, me të fortin e tjera. Dhe mazhoritari tani imagjinoni ju një kriminal kundër një profesori se si tash sa profesor ndoshta dhe fitojnë, por shumica dorëbuzave fitojnë kriminal. Jemi të qartë se fenomeni Saramile e pam neve. Një askush që mori më shumë vota se sa çmori Edi Rama. Se çmori Taulant Balla në të njëjtin një fushat aktive zonjës Mile. Dakor, një njerëz anonim. Dakor. E njëjta gjë me zotin Balla në Arkend Balla, mos gaboj, në Durrës. Dakor. Me rezultate mbreslëndse pa ju ditur as emri as mbiemrin, pa i njoftur njerëzit në rrugë. Do thotë, po punojnë grupet kriminale dhe për këtë janë raporte ndërkombëtare, nuk do të hyj. Por, po ju thoja, në sistem mazhoritar sot për sot kjo do jetë e vështirë. Atëherë, kur ti vendos më shumë se një preferencë, e ka përcen këtë fuqinë lokale që ka një grup i caktuar kriminal, një grup i caktuar të fortësh, një grup le të themi, sa mund të jetë pa interese që nuk janë jashtë jetës le të themi kriminale, janë brenda jetës sociale, por nuk mund ta fallsojnë shumë sistemin, edhe këta. Po mund të kenë një pol lokal, nuk mund të kenë dot ndikim në të gjithë Shqipërinë. Dhe kjo është e vërteta, po të jetë më shumë se një zgjedhje, pra 3 mund të jetë, ose 5, Kosova ka provu dhe me 5. Jo 10. 10 është tepër, sepse tani këtu poshtë kumpje 10-ta do na dalin, unë nuk kam asnjë problem ndaj profesioneve të ndershme, po të jemi shumë qartë që për parlamentarizmin pastaj është një bloger mund të jetë më pak i rëndësishëm, ndërkohë që duket të njoft gjithë, ja vendosin kryqin. Po e barazojnë për shembull me kryetaren e partisë, e barazojnë me një lider politik të zonës të vet, e barazojnë me një njerëz me kontribute të mëdha, barazohet dhe ky pse thjesht e njohin si emër, duke pas shumë kryqe, vendosin edhe disa tjerë dhe ndodhi kjo në Kosovë. Pati disa raste. Sa do na vështirë se kjo përfundimin e numërimit të votimit, sepse Kosova e bën edhe shpejt, po Shqipëri. Po jo, po këtu s'është dëshira, jo se ta bllokon sistemin. Se ja kush Kosova. Unë e gjykoj këtë filluar nga rezultati. Kjo do ishte ndershme për më parë. Parlamenti i Kosovës a është cilësor më shumë se sa parlamenti i Shqipërisë apo jo? Absolutisht po. Nuk ka njëri dyshim për këtë. Pra ky provoka një sistem më cilësor. Vota a përkthehet automatikisht në mandate, pra aq sa që ke marr vota, aq do kesh mandate, absolutisht. A ndodh kjo në Shqipëri? Në Shqipëri nuk ndodh. Pse? Ka një parti aty ka marr 64.000 vota, ka nxjerrë një mandat. Ka një parti tjetër ka marr 49.000 vota, ka nxjerrë 3 mandate. Tash ti hajde të shkojmë në shtëpi ke vajzat e mia dhe ti shpjegoj që 49-ta është 3 fish më madhe se 64. Si t'ja shpjegoj unë? Si mund të thotë dikush tani që ky është një sistem i ndershëm nga ana sasiore? Pastaj nga ana cilësore ato na janë përgjigjur. Kjo zakonisht shoqërohet dhe me pragje. Pra pragje minimale që duhet kalojë një parti të caktuar për të futur deputetët. Edhe Partia Socialiste nga 73 vota që do kishte marrë, ka marrë 83, sepse ka marrë gjithë këto që nuk morën dot tjerë, pra kjo parti 64 do i takon 6-7 deputet, me logjik. Mori 1. Shka sistemi të hëmë. Kush i mori këto 5-6 tjerët? Partia Socialiste.